nga ajo, e kupton? Ishte vinte natyrale se ajo e ndjente, shoqërore. Ashtu si që e fsha dhe unë, e kupton? Edhe kur filloi mas kësaj që ishte po një situatë unë kur sa filloi mbaje çik distancë Allah me largu këtë gjën sepse empatia hyn, ajo direkt e reagon, po shifra po reagon, valla çka ke ti me mua, pse je ti kështu? Po pse s'flet ti mua, pse s'bën ti mua? Çfarë ti bëja unë? Ti thosha valla është Pandora, se kështu i bie, se s'kam gjë tjetër për të thënë. Dhe i thosha këtë, po ja se jam i mërzitur, i thosha unë, se më kujtohet goca, se më kujtohet kjo, mirë, për qafonin prapë, ne, qaja unë, vazhdon dhe prapë, se kanë më shumë gjona këtu, dha. Ne di, kumpicellën, është shumë mirë qa ka ndodhur. Prandaj po them, dhe vazhdon të loja po i soj. Dakor? Vinte, thoshte, po se unë kam qenë rrezik në ato kohë me dal jashtë, e kupton? Disa herë. Edhe i thosha unë që unë mund dal, mi bëj plaçkat gati, se mund dalëm, nuk e dija unë, ç'a ndodh. Në plaçkat gati, ti i di ku i kam unë, kupton, mi fut valizhat e xhopa se i kam me siklet, se kushtojnë o burr. Se tani. Në rregull, po. Edhe më thoshte mua, nuk kam për t'i bërë gati, më thoshte ti nuk del. Ore po dola. Se ja për këtu flasim ne tash i afër, e kupton, dhe kjo kamera që të kap këtu. E kupton? Ta